Drejtoria për bashkëpunim ndërkombëtar policor, përkatësisht njësiti i saj Fest, kanë identifikuar dhe arrestuar një të dyshuar, shtetas turk, i kërkuar nga autoritetet e Maqedonisë së Veriut për veprën penale vrasje, e ndodhur një ditë më herët në qytetin e Shkupit, thonë nga policia e Kosovës. Ndërkaq me urdhër të prokurorit, ata thonë se personi i arrestuar dërgohet në ndalim policor për 48 orë për të vazhduar me procedurat e tjera ligjore. Sot, më datë 2 janar 2026, rreth orës 24:30 zyrtarët policor nga Drejtoria për Bashkëpunim Ndërkombëtar Policor në bashkëpunim dhe në koordinim me njësitin e policisë kufitare kanë bërë identifikimin dhe arrestimin e personit të dyshuar, shtetas turk, i kërkuar nga autoritetet e Maqedonisë së Veriut për veprën penale vrasje, e ndodhur një ditë më herët në qytetin e Shkupit. Kujtojmë se një 23 vjeçar shtetas turk ka humbur jetën dhe një tjetër është lënduar rënd në qarshinë e Shkupit gjatë mbrëmjes së vitit të ri. Duke njoftuar mbi rastin në fjalë, ministri i punëve të brendshme Pançe Toshkovski dje tha se personat janë therrur me thikë dhe se në ngjarje janë përfshirë numër më i madh i njerëzve dhe tha se për këtë vepër ka edhe të dyshuar i cili ndodheshte në Arati.